Çdo verë dielli përvolues e kthen pjesën më të madhe të Indisë në furr. Toka e përvoluar pret me etje shirat për të çliruar nga thatësira e të zgjatur. Çdo pellg uji është i çmuar dhe së shpejti edhe ai do të thahet. Në Indi ekziston një besytni e vjetër sipas të cilës, kur një fazan fillon vallin, shirat po afrohen. Por shpesh vallja e fazanit shkon kot dhe temperaturat rriten edhe më shumë. Por pak të nxehtësi nuk mund të ketë shira, sepse është përbërja e ajrit të nxehtë që ngrihet nga toka, ajo që tërheq erërat e freskëta që vijnë nga oqeani. Në këto erëra do të shfaqet edhe perëndia e jetës që sjell shirat, musoni. Është muaj i shkurt në verilindjen e largët të Indisë. Musoni është ende disa muaj larg. Fusha e përmbytur e Kazirangës është mbuluar nga mjegulla e dimrit. Kjo është një natyrë e egër që e ka marrë formën nga stinët e panumërta të musoneve. Mes krijesave që jetojnë në shtegun e musoneve, gjenden dy nga kafshët më të rralla në Indi: bualli i egër aziatik dhe rinoceronti i madh indian me një bri. Ky rinoceronti i ri është vetëm disa ditësh. Ai varet krejtësisht nga nëna për mbrojtje dhe ajo e mbron me gjithë forcën. Askush nuk lejohet t'i afrohet të voglit të saj. Madje, as rinocerontët e tjerë. Por rinocerontët e tjerë nuk janë një rrezik real për të voglin. Rreziku i vërtet vjen nga tigrat, të cilët janë të vetmit që guxojnë të sfidojnë trimërinë e nënës së tij për të siguruar ushqim. Instinktivisht i vogli ecën pak përpara nënës. Si të gjithë rinocerontët, dhe ajo ka shikim të dobët, dhe shansi më i mirë për mbjetesë për rinocerontin e ri është të qëndrojë brenda rrezes së shikimit të nënës. Çdo klysh është i çmuar. Në natyrë kanë mbetur vetëm rreth 2000 rinocerontë indian dhe 2/3 e tyre jetojnë në këtë skaj të lashtë të Indisë. Në këtë mëngjes të mjergullt, frymarrja e tyre i bën të duken si dragonj mesjetar. Kaziranga është një rip i gjatë toke moçalore që ndodhet ndërmjet kodrave Mikir në jug dhe lumit të madh Brahmaputra në veri. Në miliona vite, lumi ka luajtur një rol jetik në formimin e Kazirangës. Lumi që sjell në fushën e përmbytur në çdo stinë musonesh e bën jashtëzakonisht pjellore këtë tokë, një parajsë të vërtet për kafshët e mëdha. Livadhet e gjelbëruara që dominojnë Kazirangën janë shtëpia e disa prej tufave më të mëdha të elefantëve të Indisë. Vari mund të rritet deri në mbi 5 metra. Ai siguron maskim për të gjithë kafshët dhe është një nga ushqimet bazë për elefantët. Rinocerontët preferojnë të ushqehen me barishtet më të shkurtra të livadheve. Kjo femër është në afsh dhe po shtron shtegun e saj të urinës që është tërheqës për partnerin. Rreth 2 kilometra larg, një mashkull ka ndier erën e saj. Ai e ndjek shtegun si një qen gjahu. Për rinocerontin mashkull, gjetja e femrës është vetëm fillimi. Ajo është kafshë vetmuar
dhe dyshuese edhe ndaj rinocerontëve të tjerë. Ai afrohet me kujdes. Reagimi i saj i parë është kërcënues, por agresioni është pjesë e ritualit të çiftimit. Hapi i ardhshëm i ritualit është një ndjekje e gjatë. Kjo është mënyra e femrës për të vënë në provë forcën e mashkullit. Ajo duhet të ecë, ndërsa ai duhet ta ndjekë. Kur mashkulli të ketë provuar forcën e tij, do ta lejojë të çiftohet. Çiftimi mund të zgjasë më shumë se një orë. Nëse është i suksesshëm, pas 16 muajsh, ajo do të lindë një klysh. I tërhequr nga era e urinës së femrës, shfaqet edhe një mashkull tjetër. Femra po lodhet nën peshën e partnerit të saj dhe po përpiqet ta largojë. Nëse ja del mban, shkelësi i territorit do të ketë mundësinë ta provojë. Nëpër territorin e Moçalit ka disa basene ujore që janë vendi preferuar i peshkimit për pelikanët. Përmbytjet e musoneve të fundit i kanë mbushur basenet me ujë dhe në to numri i peshqve është shtuar. Me avancimin e stinës së thatë, niveli i ujit të baseneve do të fillojë të bjerë, duke përqendruar peshkun dhe duke bërë më të lehtë peshkimin për pelikanët dhe lejlekët. Së shpejti sasia e peshkut nëpër basene do të bjerë dhe zojt do të duhet të shkojnë diku tjetër. Nga fillimi i prillit vapa shtohet dhe shumë nga basenet thahen. Ato që vazhdojnë të kenë ujë bëhen shkak që rinocerontët të bashkohen me njëri tjetrin. Në nxehtësinë e madhe të ditës, vendi më i mirë për të qëndruar është Balta. Edhe buajt zhyten në baltë për t'u freskuar. Balta siguron mbrojtje nga pickimet e insekteve. Buajt janë kafshë të cilave u pëlqen të qëndrojnë bashkë, krejt ndryshe nga rinocerontët. Kur ndonjë klysh kureshtar afrohet e nëna e gabuar, sherrri është i pashmangshëm. Kur njëra nga nënat tërhiqet, paqja rikthehet. Ndërsa temperatura vazhdon të rritet, nxehtësia krijon rreth e shiut. Por këto re para musonit shpeshherë nuk sjellin më shumë se ndonjë vezë të rrallë. Ky është thjesht një moment padurimi për kafshët, një moment në pritje të musonit. Musoni i verës zakonisht mbërrin në fillim të qershorit, pasi ka bërë një rrugë të përcaktuar mirë.
Ai do të vijë në Indi në 2 krah. Nga krahu lindor që vjen nga gjiri I Bengalit, duke shkuar deri përtej Kazirangës, ku do të pengohet më pas nga malet e Himalajës. Dhe nga krahu perëndimor që vjen nga deti I Arabis dhe godet skajin jugor të Indis, ku përplaset me vargmalin e quajtur Gatsi perëndimor. Në lartësitë më të mëdha të këtyre maleve jeton një specie e rrallë e dhisë e egër, nilgiri tar. Në pjesën më të madhe të vitit, femrat dhe të vegjlit e tyre jetojnë në tufa të vogla të ndara nga meshkujt. Në stinën e thatë, tufat janë vazhdimisht në lëvizje, duke kërkuar ushqim në përshpatet e maleve. Për ditë e reja tar, që përballen me verën e tyre të parë, jeta është veçanërisht e vështirë. Barishtet janë të thara dhe qumshti I nënave të tyre pothuajse ka shterur. Fatmirësisht ka patur disa shira para musonike dhe disa barishte kanë lëshuar filiza të reja. Pa këto filiza, shumë prej dhive të reja tar nuk do të kishin mbijetuar. Musonet nuk janë shumë larg, por për tani të vetmet të re të zeza në horizont janë rreth e tymit nga zjarret e pyllit që vinë nga fushat poshtë. Në pyllin tashmë të tharë, pellgjet e rrallë të ujit po shterojnë. Uji I vakët është kthyer në balt nga tufat e shumta të elefantëve që kanë kaluar nëpër to. Nuk mund të përdoret më për të pirë, por së paku vlen për të freskuar. Çdo ditë zjarret avancojnë. Flakët konsumojnë çdo gjë në tokën e pyllit, duke shkatëruar edhe shkurët e fundit që mund të shërbejnë si ushqim. Zjarret dhe mungesa e ushqimit e kanë shtyrë shumicën e elefantëve në periferinë e pyllit, ku ende ka mbetur një sasi bari. Por për këto kafsh, që kërkojnë secila një mesatare prej 200 kg ushqim në ditë, kjo bimësi është e pamjaftueshme. Kjo është pjesa më e vështirë e vitit për elefantët. Të vjetrit dhe të dobtit nuk do të mbjetojnë. Kjo është edhe koha I gjetjes së ushqimit të bollshëm për hutat. Por fati I këtyre kafshëve së shpejti do të ndryshojë. Është fillimi I qershorit dhe një erë e freskët ka filluar të fryjë nga jug perëndimi. Nga deti I Arabis më në fund musonet kanë mbritur në Indinë jugore. Që tani e deri në shtator do të bjerë shi pothuajse çdo ditë. Etjes së stinës së thatë I ka ardhur fundi. Së shpejti kudo do të ketë ujë dhe ushqim dhe tufat e elefantëve do të kthehen në pyll.
Rreth e musoneve depërtojnë thellë në tokën kontinentale, derisa shtegu i tyre bllokohet nga malet e larta të gatësit perëndimor. Gjatë 4 muajve të stinës së musoneve, ato re do të hedhin mbi këtë tokë rreth 7 metra shi. Gjatë mira viteve këta shira kanë krijuar një pyll tropikal shumë të harlisur. Brenda pyllit, shiu e ka rizgjuar jetën. Një breshk toke shfaqet nga streha e saj e stinës së thatë në shtresën e gjetheve. Shirat i hapin udhë një sezoni të ri aktiviteti për krijesat e pyllit. Shumë shpejt, uji do t'jeti i bollshëm edhe përthith lopat, që do të hyjnë në sezonin e tyre të shumimit. Një kërmill gjigant pylli ushqehet me myshkun që ka mbirë pothuajse brenda natës në të gjithë faqet e shkëmbinjve. Një shumë këmbësh 15 cm i gjatë kërkon në përdyshemen e pyllit për të gjetur ushqim. Helmi që ndodhet në nofullat e tij do të vras me një herë bretkosën. Shumë këmshi është gjithmonë i uritur. Brenda një ore, nga viktima nuk do të ketë mbetur asgjë. Musonet sjellin bollëk për të gjitha krijesat e pyllit tropikal. Në kurorën e gjelbër, makakët bishluan kanë mundësi edhe ta zgjedhin ushqimin. Për këtë ngrënës frutash, musonet ofrojnë edhe diçka të veçantë, palmën e bukës. Një frut i vetëm i këtij lloji i jep makakut energji të mjaftueshme për një ditë të tërë. Kur bëhet fjalë për një ushqim kaq të preferuar, më e mira është që pasi ta gjesh, ta marrësh dhe t'ikësh. Mashkulli dominues i grupit sapo është zgjuar. Ai është i gatshëm në çdo moment t'ua vjedh të tjerëve frutat. Makaku i ri duhet të hajë sa më shpejt, dhe kjo pakujdesi është një dhuratë nga qielli për breshkën që pret poshtë. Fruti është ngjitës, por breshka e ka të gjithë kohën në dispozicion për ta ngrënë, ndryshe nga bamirësi i saj nervoz. Mashkulli dominues po afrohet, dhe i riu duhet të mos humbas kohë dhe të largohet. Në dyshemen e pyllit po zhvillohet një konflikt i një lloji tjetër, një betejë për të drejtën e çiftimit. Mashkulli më i vjetër që ndodhet djathtas ka hyrë në territorin e mashkullit më të ri dhe po has rezistencë të fortë. Shpirti luftarak i mashkullit të ri nuk mjaftoi. Pasi ka hequr qafe konkurrentin, fituesi fillon ritualin e çiftimit.
Nohatja do t'i tregoj nëse femra është e gatshme të çiftohet. Nëse po, do ta nxis me mënyrën e tij unike. Teknikat e mashkullit për dashuri dhe për luftë janë çuditërisht të ngjashme. Gjatë stinës së musoneve, mashkulli do të përpiqet të çiftohet me sa më shumë femra që të jetë e mundur. Shirat kanë mbushur përrejnët dhe pylli ka shpërthyer në një bollëk uji në të gjithë territorin. Pas çdo shiu, pylli ngrohtë shfryn avujt e ujit në atmosferë, duke e jashtuar këtë sasi shirave që bjen në lartësitë e maleve ku jeton tari. Tufat e femrave tani janë shtuar si pasojë e mbërritjes së meshkujve që njihen si kurizshal, për shkak të pullave në ngjyrë të çelur në kuriz. Në pjesën më të madhe të vitit, meshkujt jetojnë në tufa beqarësh. Vetëm gjatë musoneve bashkohen me femrat. Megjithse një pjesë e femrave po ushqejnë ende të vegjlit me gji, shumica e tyre do t'jenë gati të çiftohen. Por para se të fillojë çiftimi, tari duhet ushqehet me bimët e reja të musoneve për ta sjellë trupin në formën e duhur për çiftim. Tashmë stina e musoneve është stabilizuar mirë në të gjithë bregun perëndimor të Indisë Jugore, ku shirat do të vazhdojnë deri në shtator. Të devijuara nga malet, rreth që afrohen marrin drejtimin e veriut. Musoni do të udhtojë edhe për 1500 kilometra mbi subkontinent drejt tokave të thara të Indisë Veriperëndimore. Nxehtësia e madhe që ngrihet nga shkretëtira do të shtyjë musonin drejt veriut. Por ai mund të mos arrijë kurrë deri këtu. Në disa vite, ai e konsumon veten gjatë rrugës së gjatë. Vetëm disa specie shumë rezistente, si gomari i egër i Indisë, do t'i mbjetojnë këtij mjedisi të ashpër, ku temperaturat në verë arrin deri në 45 gradë Celsius. Shkretëtira ka pushtuar zona të mëdha në këtë pjesë të Indisë. Ata xhepa të pak të pylli që kanë mbetur gjenden përgjatë shtegut të musoneve. Në këto pyje ka mbetur ende një sasi e vogël uji dhe kafshët po përpiqen ta shfrytëzojnë deri në fund. Makakët vazhdojnë të sigurt lojrat sepse gjatë nxehtësisë së ditës armiku i tyre i betuar është në gjumë në një tjetër pellg të pyllit. Tigrat e urrejnë vapën dhe kalojnë orë të tëra duke u freskuar në ujë. Këto pyje të thatë të Rajasthanit në Indinë Veriperëndimore janë zonat më të nxehta që banohen nga tigrat. Por me gjithë nxehtësinë vrastare, jo të gjithë tigrat e kanë mundësinë të freskohen në ujë. Kjo tigresh ka 2 klysh të rritur dhe që t'i mbajë me ushqim duhet të gjuajë gjithë ditën. Pylli i thatë dhe i hapur e bën të vështirë maskimin dhe ndjekja në fshehtësi është pothuajse e pamundur.
Pasi preja e ka parë grabitjarin, ky i fundit e kupton se asgjë vlen ta ndjek. Tigri është gjahtar kurthesh, që për të vrarë pren, shfrytëzon shpejtësinë dhe befasinë. Brenda teritorit të saj prej 25 km², ekziston një oazë jashtëzakonshëm, një liçen i lashtë i ndërtuar nga njeriu, ku gjuhë e tij është gjithmonë e mbarë. Dikur, paraardhësit e këtij tigri gjuheshin nga njeriu. Për shekuj me radhë, pylli Rantabore ka qenë rezervat gjuetie i perandorëve dhe mbretërve Rajput. Kur dinastitë e tyre ranë, pallatet dhe çiftligjet u ripështuan nga pylli e kafshët e tij. Tigresha mund t'i ketë lindur të vegjilit e saj në një prej këtyre rrënojave. Bregu i liçenit është ëndra e tigrit. Para kësaj femre dhe fare afër gjenden kafshë të gjitha llojeve që mund të gjuhen. Por ajo duhet të jetë tepër e kujdesshme. Një lëvizje e gabuar dhe preja mund të trembet dhe të ikë. Ajo do të ketë vetëm një shans për të vrarë diçka. Majmunët sympret, langur, janë rojet e pyllit. Ato paralajmërojnë për të gjitha kafshët, por sot po ushqehen dhe nuk janë në pozicionet e tyre. Tigresha ka kaluar përtej zonës së vëzhgimit dhe tani pret rastin për të sulmuar. Drerët sambar që ushqehen me kallamishtet e ujit nuk po e ndjejnë rrezikun. Ajo ka vrarë një sambar të ri me një kafshim të vetëm në pjesën e pasme të qafës. Bishtat ngrihen në alarm dhe pjesa tjetër e sambarve largohet me shpejtësi. Për të vrarë pren u desh një harxhim shumë i madh energjie. Tani Tigresha duhet të tregj zvarr drerin e vrarë për gati 2 kilometra, atje ku e presin klyshët. Sambari peshon pothuajse sa gjysma e tigrit dhe vapa e padurueshme e bën punën më të vështirë. Por preja do ta ushqejë familjen e saj për të paktën 2 ditë. Më në fund, disa shenja premtuese që tregojnë se po afrohet shiu. Vallja e ritualit të çiftimit të fazanëve bëhet më e spikatur. Në ajër ndihet aroma e shiut.
Në errësirën e natës, musoni ka mbritur edhe në Rajasthan. Në një strofë nëntoksore, një piton femër e mbështjell fort ngroh vezët. Ajo i ka depozituar vezët para 60 ditësh në mënyrë që të çelin me ardhjen e musonit. Tani, ajo ndjen lëvizje brenda vezëve. Pas pak, do të largohet prej tyre dhe nuk do të kthehet më. Të vejlit do të çelin vetë. Ata nuk do të kenë probleme për të ushqyer vetë në këtë stin plot bollëk. Të vejlit çajnë lëvozhgën e vezës me anë të dhëmbit posaçëm, një zgjatim i mpret si brisk në maj të hundës. Pasi çajnë lëvozhgën, ata qëndrojnë brenda vezës edhe për disa orë për të thithur ushqimin që ndodhet brenda saj. Pastaj dhëmbi i vezës do të bjerë. Pitonët e rinj janë rreth gjysmë metri të gjatë kur çelin dhe janë në gjendje të vrasin një mij të madh ose një bretkos. Por atyre nuk u duhet të gjuajnë menjëherë. E verdha e vezës, që është grumbulluar brenda trupit të tyre, do t'i mbajë gjallë edhe për një javë. Pitonët e rinj shfaqen në një botë të bekuar nga musoni. Ndërsa të rinjt largohen nga strofka, instinkti i tyre i parë është të gjejnë ujë. Të orientuar nga shqisa e nuhatjes, më i madhi prej tyre drejtohet për të pirë në një nga pellgjet e ujit të freskët të musonit. Gjatë orëve të para të jetës ai do të provojë nofullat e tij duke hapur gojën fort. Që në orët e para të agimit, shiu fillon përsëri. Arreshjet vazhdojnë pandales edhe për një javë. Një tokë që nuk ka parë shi për 8 muaj e thith atë me një etje të pashuar. Në këtë rajon të përveluar të Indisë, efektet e disa ditëve shi janë dramatike. Sa po toka zbutet, termitet me flet shfaqen mbi të. Në fole, ato janë ushqyer nga termitet punëtore që janë më të vogla në trup. Me ardhjen e musonit ato do të fluturojnë dhe do të krijojnë koloni të reja. Termitet me flet janë shumë të pasura me proteina. Ato janë një kafshat shumë e ushqyeshme për laraskën me kresht. Ajo mbledh sa më shumë që të mundet për të ushqyer zogjt e saj. Eksodi nuk do të zgjas shumë. Për shkak të përhapjes së insekteve dhe të ushqimeve të tjera gjatë stinës së musoneve, shumë specie zogj shumohen pikërisht në këtë kohë. Edhe zogjt e pallojit kanë qelur. Ndërkohë që ata janë të zënë duke ushqyer me insekte dhe barë, nëna qëndron në gatishmëri të lartë për t'i mbrojtur nga çdo rrezik. Aty pranë afrohet tigresha nën,
por ajo nuk është e interesuar për zogjt e pallojit. Këto ditë ajo ka kohë për të pushuar. Më në fund klyshtë e saj po fillojnë të mësojnë të gjuajnë vetë. Kyri ka ende shumë për të mësuar mbi artin e gjuetisë. Tani gjithë pylli është në alarm. Por uria është një mësues i mirë. Fshehtësia dhe shpejtësia do të vinë gradualisht me praktik. Aty pranë, motra e tij ka gjetur një mënyrë tjetër për të kaluar ditën. Por edhe kur rri pa bërë asgjë ka probleme. Mosoni ka prodhuar edhe një re të tërë mizash gjakthithse dhe janë një bezdi e madhe. Por Mosoni ka krijuar një tjetër lloj problemi për nanën. Shirat kanë zhdukur dhe aromën me të cilën ajo ka shënuar territorin. Prandaj pas çdo shiu, ajo duhet kontrolloj kufijtë e saj dhe të shpërndaj përsëri erën. Ky do të jetë një paralajmërim për tigrat e tjerë se po shkelin në territorin e saj. Në të ardhmen, kur të bëhet me klysh të tjerë, ajo do të dëbojë jashtë këtij territori edhe klyshët që do të jenë rritur. Ata duhet të gjejnë territorin e tyre në pjesë të tjera të pyllit. Mosoni e ka transformuar pyllin e tigrave në rantabore. Por një ndryshim edhe më dramatik ka ndodhur jo shumë larg, ku një tokë, deri pak më parë e plurosur dhe e thatë, është kthyer në një parajs ujore. Bharatpuri është zona moçalore më e famshme e Indisë. Kënetat e saj të mbushura me ujë musonesh tani janë plot me peshq. Ata do të jenë ushqim për mira zogjt të ujit që kanë ardhur këtu për të shëmuar, qafka, sorra dhe karbullak deti. Tani po vinë edhe vizitorët më spektakolar të musoneve, lejlekët me pulla. Si meshkujt ashtu edhe femrat shfaqin ngjyrat e ndezura të periudhës së çiftimit, nga të cilat marrin edhe emrin. Pastrimi i vazhdueshëm i bën që të duken sa më mirë. Çdo ditë lejlek të tjerë me pulla vinë për të shtuar koloninë. Si për të kremtuar ardhjen e tyre, rishfaqen edhe retë e shiut. Këto kushte klimatike janë tipike të musoneve të verës. Ditët me shi alternohen me ditë të nxehta dhe të lagshta me diell. Është ky cikël shiu dhe dielli ai që i bën kaq të pasura me jetë këto moçale. Gjatë një musoni të bollshëm, zogjt shumohen në numra shumë të mëdhenj. Në koloninë e lejlekëve me pulla, pothuajse çdo fole ka 2 ose 3 zogj. Në majat e ekspozuara të pemëve, vapa është shumë e madhe. Zogjt e rritur këtu i mbajnë sqepa të hapur për të parandaluar të nxehjen. Ata i mbrojnë zogjt e rinj nga dielli duke mbajtur krahët hapur. Me gjithë hijen e garantuar,
zogjt kanë shumë etje dhe ankohen vazhdimisht. Pa ujë, zogjt e rinj do të ngordhin. Prandaj një herë në disa orë, prindrit e tyre mbushin gushën me ujë në moçalin poshtë dhe sjellin fole. Me kujdesin e pakursyer të dy prindërve, zogjt do të rriten të shëndetshëm. Stina e shkurtër e shirave në Indinë Veriperëndimore praktikisht ka mbaruar. Vetëm 6 javë pas mbërritjes këtu, krahu perëndimor i musoneve fillon të tërhiqet. Por 2000 kilometra më në jug, ku shirat kanë filluar 3 muaj më parë, musoni është ende aktiv. Në pauzat ndërmjet shirave, drerët tar arrin në kulmin e periudhës së afshit. Feromonet në ajër i orientojnë meshkujt drejt një urie seksuale kolektive dhe ndjekin vazhdimisht femrat. Me kaq shumë femra në tuf, mënyra e vetme për meshkujt që të gjejnë se cila prej femrave janë të gatshme për shiftim, është kur femra ndalon dhe lëshon një kampion urine për ta nohatur. Ndërsa meshkujt e përdorin urinën e tyre për të paralajmëruar praninë në një territor të caktuar. Kur një mashkull më në fund gjen një femër të gatshme, shiftimi kryhet pa shumë ceremoni. Ndjekjet do të vazhdojnë derisa të gjitha femrat të jenë shiftuar. Pastaj, meshkujt gradualisht do të rigrupohen në tufat e beqarve edhe do të kthehen në territoret e tyre të largëta. Krahu perëndimor i musonit po dobësohet, por krahu lindor është më aktiv se kur. I penguar nga vargmalet e mëdha të Himalajeve, musoni vazhdon të ngop me ujë verilindjen e Indis dhe e Kazirangën, me sasi kolosale shiu. Në Kaziranga shiu ka 3 muaj që nuk pushon. Pellgjet janë mbushur dhe toka është e ngopur me ujë. Kur shirat të paksohen, nxehtësia do të fillojë të shtohet përsëri. Rrete izolojnë nxehtësinë nën to, duke krijuar një efekt serë që stimulon rritjen e shpejtë të bimësisë. Në barin e gjatë, një tigër po gjuan prenë e vet. Ai nuk po ndjek drerët e shpejt, por diçka shumë më të lehtë për t'u kapur. Një rinoceron të vogël. Megjithse nëna dritë shkurtër nuk arrin të shohë tigrin, nuhatja e saj e mprete ka alarmuar për praninë e tigrit në afërsi. Nëna është në mëdyshje nëse duhet të dëbojë tigrin
apo të rri pranë të voglit të saj. Mënyra më e mirë që rinoceronti të mbrojë klyshin është që të fshihet në detin e pafund të barishteve të gjata. Barishtet e gjata mund të jenë një stre e sigurt ndaj grabitqarëve, por nuk të mbrojnë nga lumi i Brahmaputra, niveli të cilit është rritur me shpejtësi nga shirat e musoneve. Nga dita në ditë, ai mund të dalë nga shtrati edhe të përfshi livadën. Ndërsa re të tjera afrohen në rajon, shirat po intensifikohen në malet mbi Kaziranga. Pyjet e malit kanë thithur të gjithë ujin e shiut që është derdhur mbi to. Pjesa e tepërt e ujit të tyre po i shtohet përrenjve duke i bërë edhe më të rrëmbyer. Ndërsa derdhen nga shpatet e malit, kaskadat bëjnë gjithnjë më të mëdha e të furishme. Më në fund, përrejnë derdhen në Brahmaputra. Lumi rritet me shpejtësi dhe përfshin fushat e përmbytura. Shpejtësia e rritjes së nivelit të ujrave i kap kafshët në befasi dhe ato përpiqen të ngjiten në tokat më të larta. Por së shpejti edhe këto toka do të jenë në ujë. Për të shpëtuar përmbytjes, kafshët duhet të arrijnë në kodrat Mikir, që ndodhen më në jug. Niveli i ujit rritet çdo orë. Kafshët që janë shumë të ngadalta për të shpëtuar ujit, do të mbyten. Është tepër e vështirë të notosh në këto hapësirat pafund me ujë. Shumë shpejt, Kaziranga gjendet nën 4 metra ujë. Vetëm ajat e barishteve më të larta janë të dukshme. Ujrat e larta nuk rezistojnë më shumë se disa ditë. Kur ujrat e përmbytjes tërhiqen, pasojat bëhen të dukshme. Ky rinoceronт është një nga krijesat e shumta që u bë viktima e përmbytjes. Kafshët që ishin larguar në përkodra për të shpëtuar, tani po kthehen. Ky është një cikël që përsëritet prej mijëra vitesh dhe kafshët janë përshtatur me jetën në mjedisin e fushave të përmbytura. Megjithse disa kanë ngordhur, shumica e krijesave të Kazirangës do të përfitojë nga përmbytja. Lymi i pasur me lëndë ushqimore që u sol këtu nga përmbytja, do ta pasurojë edhe më shumë tokën. Ky ishte shpërthimi i fundit i musonit. Tashmë, në fund të shtatorit, stina e shirave, më në fund ka mbaruar. Por, nëpër të gjithë rajonin, pasojat e saj do të zgjasin gjatë gjithë vitit. Në anën tjetër të Indis veriore, në moçalet e Baratpurit, lejlekët me pulla kanë patur një stinë jashtëzakonisht të mbarë në çiftim. Më shumë se 5.000 zoq kanë çelur me sukses. Tani ata janë rritur pothuajse sa prindërit e tyre dhe janë më të rritur se kur. Fal bollëkut që sollën musonit, një brezi i ri lejlekësh me pulla është gati të marrë fluturimin. Në të gjithë rajonin moçalet gjallojnë nga mbërritja e 10 mijëra zoqve të ujit nga Siberia, Mongolia dhe Kina.
Zogjt I kanë shpëtuar dimrit acartë që po afrohet në tokat e tyre të largëta. Ata vinë këtu vit pas viti për të përfituar nga gostia që ofron musoni indian. Gjatë muajve të dimrit ushqehen në përkneta. Kur toka fillon të ngrohet, shtektarët largohen. Ndërsa temperaturat vazhdojnë të rriten, gjelbrimi I lënë pas nga musoni fillon të zbehet. Kudo uji fillon të shterojë. Pylli fillon të thahet. Pellgjet e fundit avullojnë, duke I lënë pa ujë gjallësat brenda tyre, dhe kjo tokë duket sikur përpin jetën që ka krijuar vetë. Cikli I jetës fillon edhe një herë nga e para, në pritje të musonit, perëndisë indiane të jetës.